Atëherë sot patëm një takim konsultativ të thirrur nga Presidenti i Republikës Kosovës, pas të cilit takim kryesisht partitë politike qëndruan në pozicionet e tyre paraprake, që nënkupton se nuk ka ndonjë zgjidhje eventuale për ngërshim politik, e nuk ka as iniciativë që do ta zhbllokojë këtë gjendje të tanishme. Dhe kjo është për keqardhje, sepse gjendja e tanishme 16 herë përsëritje, 1 muaj vonesë, dhe më së paku iniciativë nga partia apo që ka 48 deputet, nuk kupton se s'ka as breng, e besa siç e pash në takim as urgjencë që kjo çështje të zgjidhet sa më parë. Gjithsesi, në këtë takim kam propozuar e kam shtruar dhe elaboruar idenë e qeverisë së unitetit për një periudhë të shkurtër, kalimtare me agjendë të qartë, me pika të qarta të definuara ndërpartijake. Jam i lumtur që kishte një reflektim pozitiv nga partitë e tjera në përmasën e konsiderimit, madje edhe pjesëmarrjes përjashto partisë së parë, e cila nuk ishte as pozicion të qartë, por as ide të tjera se si të dilet nga kjo gjendje. Siç kemi thënë deri më tani, insistimi në ide paraprake, pra në dëshira partijake pa shumicë parlamentare, sjell gjendjen e ngërshit politik, dhe ky ngërsh politik është i dëmshëm edhe për Kosovën, por edhe të ardhmen euroatlantike që na kemi përpara. Tani do të takoj dhe kryesinë e partisë, do të kemi edhe një deklaratë politike të Lidhjes Demokratike të Kosovës. Në situatën e tanishme nuk jemi as interesuar të vazhdojmë tutje edhe me cirkun e çdo 48 orëve të mbledhjes. Është mirë që sa më parë presidentja të shërtoj me kalimin e kohës edhe dërgimin e kësaj çështje në gjykatën kushtetuese në mënyrë që të bllokohemi nga ajo situatë. Që dallimet janë të qëndrimeve politike. Pra, nëse nuk ka lëvizje politike, instrumenti i takimit është i padobishëm. Kot takosh nëse je për të përsëritur gjërat e njëjta siç i jep në paramediave. Takimi duhet të ketë kuptim nëse ka gatishmëri politike për të gjetur një zgjidhje. Kjo gatishmëri nuk vëlla sot. Ne kishim një ide, kishim një plan përpara. Dy partitë të tjera dhanë mirë kuptim për këtë plan. Presidenti natyrisht kërkoi dhe unitet dhe për disa çështje madhore që vente në vijë me idenë tonë të qeverisë unitetit, por kjo punë është vështirë të bëhet pa të parën, pa partinë e parë, atë që i ka 48 mandate. Gjithsesi, e ftojmë edhe partinë e parë të marrë përgjegjësinë dhe të ofrojë një zgjidhje për dalur nga ngërshi i tanishëm, sepse bllokada imponuar nga ta nuk jep zgjidhje. Asnjë propozim, asnjë lëvizje nga dëshirat partijake. Pra mblodhem për të thënë gjëra që i dim. Se i tillë ky takim do s'ka përfar kuptimi. Nuk ishte sepse presidentja nuk jep zgjidhje, ky është vullnet politik i partive politike. Gjithsesi, kryetari i lëvizjes vetëvendosje ka të drejtën e formimit të shumicës, pretendon se mund ta bëj, le ta bëj. Ajo që më habiti shumë, ishte fakti që na tha se s'ka asnjë urgjencë. Që kjo pritje më tepër është çështje mediatike e jo e popullit të Kosovës. E për këtë spajtohem fare. Është çështje shumë urgjente. Me lënë vendin pa institucione, më mbledh 16 herë pas një rezultat dhe pas një shpresë në horizont, është çështje shumë urgjente për Republikën e Kosovës dhe qytetarët tonë. Dhe fakti që se kupton që është urgjente, është edhe më shqetësuese. Provova të shtroj idenë tonë. Kjo ide po përsëris edhe një herë u pret mirë nga pjesëmarrësit, përjashto partinë e parë. Dhe ju thash që jam i hapur për propozime tjera. S'po ofroni propozime për dalje nga kriza, meqense pozicionet paraprake janë pa kaluar. Natyrisht që kam refuzuar. Edhe plot takime tjera, po të mbahen për atë çështje do ta refuzoj. Nuk i tradhtoj asnjëherë votuesit e LDK-s, këtë mban mend. Jo, nuk kemi pajtu për asgjë, se ka qenë temë diskutimi, ka qenë pozicion partijak i zotit Haradinaj. Do ta pyesni atë, ju lutem, do ta pyesni atë. Nuk jam për të dhënë qëndrimet e partive tjera, jam për të dhënë qëndrimet e LDK-s. Do të ishte fair dhe korrekte.
Ishte dakordans logjike që nëse s'ka pajtueshmëri dhe zvarritje zgjedhjet janë zgjidhje përfundimtare. Tani, kjo është çështja sepse partia e parë ka bllokuar kuvendin dhe nuk e studiem për shkak të krizës procedurale. Por në therr kriza është politike. Duhet jemi të qartë gjitha partitë politike siç është LDK sot. Askush nuk ka shumicë politike në kuvendin e Kosovës. Po të kishte shumicë, do të zgjidheshin gjitha çështjet. Përderisa s'ka shumicë, do të ketë dhe krizë. Ju falenderoj shumë.